Nëse keni parë gjatë kohës që ju keni qenë në Bruksel, në Shqipëri është zhvilluar një debat në lidhje me burgun e Spaqit, një restaurim që ka ndodhur atje në sajt të një filmi. Keni një ngjarjet në burgun e Spaqit. Ka ndodhur një restaurim atje dhe ka reaguar në ndjeshme dhe Ministria e Kulturës. Keni një koment në lidhje me këtë situatë? Është indirekt përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët, për të mbrojtur xhelatët e diktaturës. Është një shkelmim për zdyti i asaj, i atij kalvari që ka ndodhur në atë kamp, dhe ky është Edi Rama mendon se me suva do mund të shuaj veprën e etërve të tij barbar. Është thjesht pra përpjekje e Edi Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojra gjëmen e të mërshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve. Është dëshmi tjetër se si ky pasardhës i një xhelati të diktaturës komuniste përpiqet të zvoglojë aktet shnjërzore të atij regjimi që ky e quajti ana e drejtë e historisë.